Në ceremoninë e hapjes të ashtu quajturit Board për Paqen të Donald Trump në Davos, Jared Kushner shpalosi vizionin e tij për një gazë të re, gradacela, komplekse luksoze banimi dhe infrastrukturë moderne, një lloj riviere e lindjes mesme. Por në këtë ceremoni nuk ishte i pranishëm asnjë palestinez, e as ndonjë antar i vet Boardit të Paqes. Sipas aktivistëve dhe analistëve, Medea Benjamin dhe Nicolas Davies, në vizionin e Kushner, palestinezët nuk përfaqësohen si pjesë së ardhmes, por si të zhdukur nga realiteti, të varrosur në rrënojat e gazës së vërtet. Për të realizuar këtë projekt, shtrohet një pyetje themelore: si do të çmilitarizohen dhe qetësohen palestinezët për t'i hapur rrugë këtij transformimi urban e politik? Vrasja e shefit të policisë në Khan Yunis në janar, ndërsa udhëtonte me makinë territorin e pushtuar nga Izraeli, shihet si një sinjal alarmant. Ky nuk ishte një rast i izoluar, por pjesë e një modeli që ka nisur të zbatohet. Vrasje të shënjestruara nga milici palestineze, të mbështetura nga Izraeli. Në tetor ndodhi një tjetër rast i ngjashëm, një njësi militare e lidhur me ISIS dhe e komanduar nga Yasser Abu Shabab, vrau gazetarin palestinez Saleh Al-Jafari. Këto lëvizje janë pjesë e një strategjie të vjetër amerikane që tashmë po përsëritet, e njëjta që është përdorur në Irak dhe Afganistan, ku eskadronët e vdekjes, bastisit e NATO-s dhe misionet Kapo-Sevrite u paraqitën si operacione për të sjellë stabilitet. Tani Gaza duket se është bërë laboratori i radhës i kësaj metode, në nënflamurin e planit të paqes të Trumpit me pasoja potencialisht katastrofike. Në krye të asaj që quhet Forca e Stabilizimit të Gazës, është saktuar generali amerikan Jesper Jeffers, ish komandanti i operacioneve speciale të SHBA-ve. Jeffers është një veteran me përvojë në misione të tilla në Irak dhe Afganistan, ku forcat amerikane u përgjigjen ndaj rezistencës lokale me dhunë të përqendruar, sulme ajrore masive dhe struktura të fshehta ekzekutimi. Sipas kronistëve të Antuar, Jeffers po ndjek të njëjtën logjik që është përdorur më parë nga figura si koloneli Famke James Steele, një nga përgjegjësit e formimit të skuadrave të vdekjes në Irak. Steele kishte zbatuar më parë të njëjtën metodë në El Salvador dhe Vietnam, si pjesë e programit Phoenix. Në Irak ai vepronte në mbikëqyrjen e Stephen Castle, që më vonë drejtoi Ministrinë e Brendshme të Irakut pas pushtimit amerikan. Të dy këta zyrtar kishin lidhje të drejtë për drejta me ambasadorin John Negroponte, një tjetër emër i përfshirë në operacionet sekrete të SHBA-ve në Amerikën Latine dhe Vietnam. Ashtu si Steele dhe Castle sollën në Irak eksperiencën e tyre nga luftrat e mëparshme. Jeffers e sjell këtë qasje në Gaza dhe ka gjasa që me vete të sjellë edhe operativ të tjerë nga CIA dhe forcat speciale me eksperjenca të ngjashme. Në drejtimin e tij do të krijohet një forcë ndërkombëtare, forcat e sigurisë brendshme, të cilat sipas planit të Trumpit do të kenë për detyrë të ruajnë rendin, të mbështesin formimin e një policie të re palestineze dhe të mbikëqyrin çmilitarizimin e Gazës. Jeffers dhe ekipi i tij do të tentojnë të rekrutojnë palestinezë që tashmë bashkëpunojnë me Izraelin dhe të tjerë nga radhët e ish policisë dhe forcave të sigurisë autoritetit palestinez në bregun perëndimor apo në diasporë. Zyrtarët të CIA-s pritet të mbikëqyrin operacionet në heshtje pa u ekspozuar. Për të shmangur përgjegjësinë politike, bastisjet dhe operacionet më brutale do të besohen kompanive ushtarake private, një praktikë që tashmë është testuar në Gaza gjatë shpërndarjes së ndihmave humanitare, ku mercenarët e angazhuar shkaktuan mbi 1000 viktima mes civilëve. SHBA disponojnë një rezervë të madhe prej 10 mijëra veteranësh të operacioneve speciale në Irak, Afganistan dhe zona të tjera lufte, të cilët mund të aktivizohen për operacione në Gaza. Kompanitë private të sigurisë shërbejnë si ndërmjetës për të shmangur përfshirjen zyrtare të shtetit amerikan në këto operacione, ndërkohë funksionet rutinë si postbllokjet apo kontrolli rrugor mund të delegohen forcave lokale palestineze. I gjithë ky plan paraqet një pamje tepër shqetësuese për të ardhmen e Gazës, jo si një zonë paqeje dhe zhvillimi, por si një laborator për strategjitë më të errta të kontrollit dhe represionit, të testuara më parë nga SHBA-t në vende të tjera të botës. Rruga drejt paqes që po ofrohet palestinezëve mund të rezultojë më e dhunshme se vetë lufta që supozohet të përfundojë.